Kryetari i Këshillit Bashkiak të Maliqit, Orlindi Demollari, së bashku me disa anëtar të Këshillit, zhvilloi një vizitë zyrtare në Kukës, ku u prit nga kryetari i Këshillit Bashkiak të Kukësit, Albert Muja, dhe këshilltarët bashkiak. Qëllimi i takimit ishte shkëmbimi i eksperiencave mes së dy këshillave bashkiak, diskutimi mbi funksionimin e pushtetit vendor, rolin e Këshillit në vendimarrje si dhe praktikat më të mira në shërbim të komunitetit. Këto takime janë shumë të vlefshme për ne si këshilla, pasi shohim se si funksionon roli dhe funksionimi i Këshillit Bashkiak në vendimarrje ose si përfaqësues dhe si monitorues. Pra është kënaqësi e veçantë për ne sot një mirëpresim në një takim pune bashkëpunimi institucional dhe ju falenderoj për këtë iniciativë ku mënyra më e mirë e bashkëqeverisjes pra është roli dhe funksionimi i Këshillit me pushtetin ekzekutiv që është kryetari i bashkisë ose bashkia. Ne u ndjem goxha të mirë pritur sepse me kryetarin u takuam pak më përpara dhe ju falenderoj për këtë pjesë. Sikurse e tha kryetari, ne vim nga Maliqi, jemi anëtar të Këshillit Bashkiak të qytetit Maliqit. Unë quhem Ornild, jam kryetari dhe jam me një pjesë të kolegëve, kemi ardhur sot këtu, në kuadër të shkëmbimit të eksperiencave që ju keni nga puna juaj në Këshillin e bashkisë tuaj. Gjatë bashkëbisedimit u theksuar rëndësia e bashkëpunimit ndërinstitucional për rritjen e transparencës, forcimin e demokracisë vendore dhe përmirësimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.